Ka nisur edicioni 21 i Festivalit Ndërkombëtar të Monodramës, festival i cili do të zhvillohet në Maliq dhe Pogradec. Nata e parë ishte në Pallatin e Kulturës Demitër Orgocka në Maliq, i cili është ende në rindërtim. Festim Tomori, drejtori i kulturës në Bashkinë Maliqit, tregon se ndryshe nga vitet e tjera, Monodrama nuk do të shfaqet vetëm në Maliq, por edhe në qytetin e Pogradecit. Ne jemi në edicionin 21 të Festivalit Monodramës. Si vjetë kemi vendosur që të bëjmë shfaqjen e parë dhe hapjen të bëjmë në Maliq. Pjesa tjetër do bëjmë në Pogradec. Për herë të parë do ta bëjmë komplet festivalin, përveç natës sotme do bëjmë në Pogradec. Aktor ka nga Kievi, ka aktor nga Kroacia, nga Greqia, nga Polonia, nga Rumania dhe nga Amerika. Rritet cilësia. Rritet sepse Monodrama tash ka tjetër shtrihje gjeografike. Qofse deri në para disa viteve ne kishim vendet rreth Shqipërisë, kufitare, shtirja atyre është më larg tash. Shtirja atyre shkon deri në Amerikë. Në këtë edicion, aktorët vinë nga vende të ndryshme të botës, përfshi edhe Ukrainën. Aktorët tregojnë se Monodrama shërben për ta, pasi nëpërmjet artit kanë mundësi të tregojnë çfarë po ndodh në vendin e tyre. Është hera e parë që vinë në Shqipëri. Unë do të vendos në skenë një ngjarje reale në Ukrainë, nga ku unë vi. Çdo ditë aty shohim gra, nëna, gjyshe që bërtasin emrin e fëmijëve të tyre, të cilët janë në luftë. Do të përpiqem të bërtas aq sa mundem për treguar edhe këtu tek spektatorët një pjesë reale të asaj që po jetojmë në vendin tonë. Është art, por është edhe realitet. Jam mirënjohëse që jam këtu, e vlerësoj këtë moment. Është i rëndësishëm për ne të dalim jashtë në një botë e të tregojmë ç'po ndodh në vendin tonë. Faleminderit ju që po na mirëprisni. Festivali Monodramës do të zjas për 5 net, ku në fund juria do të përzgjedh aktorët më të mirë. Festival ky që mbështetet nga Ministria e Kulturës si dhe bashkitë Pogradec dhe Maliq.